Bismillahirrahmanirrahim. Shpresoj që të mos e zgjas, sepse kur jam aty kuptoj çfarë thotë kur zgjatet, po kur vjen këtu ndoshta. Do mundohem të lexoj adresat kryesore apo nën titut kryesor. Punimi im ka lidhje pak me një temë më të veçantë, është lidhja mes vakëfeve dhe ulemave, që është një lidhje shumë e fuqishme, sepse kanë marrë dhe kanë dhënë me njëra tjetrën. Të gjithë ata që kanë studiuar vakëfin islam e dinë fare mirë se ai është themeli që mbi cilin është ngritur civilizimi islam. Civilizimi islam, siç dihet, ka boshtet kryesore që janë rujtja e fesë, rujtja dhe zhvillimi i mendjes, rujtja dhe respektimi i jetës, mbrojtja dhe zhvillimi i pasurisë, mbrojtja e nderit dhe dinjitetit njerëzor. Nëse ndalemi shkurt tek shtysat kryesore që i kanë shtyrë muslimanët që të lënë kaq shumë vakëfe, do gjejmë se në themelin e këtyre shtysave janë konceptet se si një musliman, besimtar musliman, si e ka parë ai dynjan, jetën e dynjas, si e shef lidhjen mes dynjas dhe ahiretit, çfarë koncepti ai ka për konceptin e mirësisë dhe për dobin apo për shërbimin publik ndaj njerëzve të tjerë. Në bazën, në themelet e këtyre shtysave do gjejmë këto parime. Besimi në Zot dhe në botën pas vdekjes duhet të jetë aktiv, konkret dhe duhet vërtetohet me vepra të dukshme dhe jo vetëm me fjalë të bukura. Është koncepti el iman wal amal salih. Xheneti arrihet jo përmes largimit nga jeta materiale e kësaj bote, por përmes zhvillimit pozitiv të saj, sepse kjo botë na është lënë në kujdesari nga Krijuesi. Kjo është koncepti i njeriu si kalif. Rruga më e mirë dhe më e shkurtër për të fituar kënaqësinë e Krijuesit është të shërbesh krijesave të tij dhe të bësh mirë atyre, është koncepti i ihsanit apo i bamirësisë. Sevap janë edhe punët e mira që njeriu i ka bërë gjatë jetës së tij, kur regjistri i tij ka qenë i hapur, por sevap janë edhe ato mirësi që ai i ka lënë pas vdekjes, teksa regjistri i tij teorikisht është mbyllur, është koncepti që e mira nuk vdes dhe nuk zhbohet asnjëherë. Ashtu si në vendet e tjera islame dhe të shqiptarët do gjejmë se vakëfi ishte një ndër shtyllat themelore që mundsoi zhvillimin e jetës shpirtërore dhe ekonomike të tyre, por mundsoi edhe zhvillimin e fizionomisë kulturore nëpërmjet përhapjes së dijes, arsimit, moralit publik, ngritjes dhe zhvillimit të fizionomisë së qyteteve e tjera. Që nga shekulli 15 në vijim në Trojë shqiptare u ngrit një rrjet i gjerë xhamish, medresesh, mejtepesh, imaretesh, bibliotekash që jo vetëm ushqyen jetën fetare, por dhe krijuan themelet e një infrastrukture të dijes dhe kulturës publike. Ndonse institucioni i vakëfit shumë i përhapur në historinë shqiptare, shpeshherë ai është keq kuptuar duke kufizuar thjesht si një akt religjoz me karakter bamirës dhe jo me ndikim në jetën publike. Ndërkohë që në fakt ai kishte një funksion shumë më të gjerë juridik, ekonomik dhe shoqëror. Nga vjen mosnjohja e rolit të vakëfit dhe kontributi i madh që ai ka gjatë gjithë historisë, mendoj se kjo bazohet ose vjen nga disa shkaqe. Nga mosnjohja e thellë e filozofisë islame mbi jetën dhe botën, po ashtu nga mungesa e studimeve të mirëfillta mbi vakëfet shqiptare dhe rolin e tyre në shoqëri, dhe ndoshta vjen nga gjithmonë jemi mësuar me faktin e emergjencave dhe kemi menduar se vakëfet kanë patur lidhje vetëm me hallet, problemet, telashet e njerëzve dhe me emergjencat. Ky artikull synon të shqyrtojë rolin e vakëfeve shqiptare si infrastruktura e parë institucionale e dijes dhe ndikimin e tyre në pavarësinë materiale dhe shpirtërore të dietarëve. Medreset e shumta që u krijuan në Trojë shqiptare nuk ishin thjesht qendra të dijes, por ishin edhe vatra të fraktimit të identitetit ton kombëtar shqiptar, saqë në fund të shekullit 18 me përkatësinë e tyre fetare-kulturore, shqiptarët ishin qartësisht të dallueshëm dhe të vetëdijshëm përballë kombeve të tjera dhe mund të themi se bashkë me procesin e diturisë u faraktua dhe etnonimi shqiptar. Dietarët e formuar në medreset vakëfnore u bën jo vetëm bartës të diturisë fetare, por edhe udhëheqës të ndërgjegjësisë kombëtare, duke kontribuar në proceset e reformimit kulturor dhe politik dhe në të gjitha proceset kombëtare dhe shtetformuese. Pra, titulli i punimit që po mundohem ta kaloj shumë shpejt është Vakëfi shqiptar si institucioni që formoi dhe pavarësoi dietarët shqiptar. Në kontekstin shqiptar, ai u shndruar në një rrjet të dendur institucionesh arsimore që siguronin edukimin fetar, shkencor, kulturor, moral dhe qytetar. Mejtepet, medreset, bibliotekat shoqëruese nuk ishin gjë tjetër vetëm se institucionet të cilat i themeluan, i edukuan
dhe pastaj përcollën diturinë të gjithë shtresat tjera të popullsisë. Faktet janë të shumta, në çdo vakfie apo vakf do të gjesh tituj tekste të tilla, si ajo e Ilyas Bey Mirahor që u përmend më sipër, thot ai ngriti dhe ndërtoi pastaj një shkollë të bukur e të hijshme, pastaj caktoi këtë si vakëf për të gjithë ata djemë dhe vajza muslimane që vazhdojnë të mësojnë këndimin e Kuranit e të studiojnë dituri të tjera. Në çdo vakfie do të gjejmë që këta njerëz përveç atyre hajratave apo bamirësive të mëdha kanë lënë dhe nga një institucion arsimor. Qytetet e Ballkanit njihen me numrin e madh të mektebeve dhe të medreseve. Mendohet se gjatë perandorisë osmane kanë qenë rreth 575 medrese, 1843 mektebe që në terminologjinë e sotme janë shkolla fillore apo shkolla 9-vjeçare. Ky numër besoj se nuk është numri i plot, ka më tepër se sa aq, nuk po hyn në detajet e qyteteve dhe numrin e medreseve të tyre. Shkollat medrese janë baza dhe ndoshta kulmi i arsimit në periudhën osmane, në varësi të rrogave ditore që merrnin mësuesit, njihej edhe niveli i medreses, ajo që quhet jeumie pa paga ditore që u jepej mudarrizve, ajo përcaktonte edhe nivelin e medreses, sa më e lartë ishte ajo pagë, që shkonte afërsisht deri maksimumi deri në 60 akçe, domethënë, tregonte se medreseja është e nivelit lartë. Në trojet tona do gjejmë medrese 20-çe, 30-çe dhe 40-çe, siç janë medreset e Shkupit, po ashtu të Shkodrës, të Prizrenit, medrese të cilat kanë patur një nivel shumë të lartë. U përmendën këtu gati të gjitha fiset apo fiset e pashallarëve shqiptar, që të mos i përmend edhe një herë se si ata kanë qenë jo thjesht një shtresë aristokrate që ka qeverisur hapësira të mëdha të perandorisë osmane, nga ana tjetër ata janë sebeblit apo ndërtuesit e qyteteve nga fillimi, por nga ana tjetër dhe janë dhe bamirësit më të mëdhej, të cilët kanë lënë vakëfe të tilla kaq të mëdha. Edhe përmendet fakti se një pjesë e madhe e vakëflënësve kanë qenë dhe gra. Dhe është ndoshta bamirësia e tyre ka qenë shpeshherë dhe më e madhe se sa bamirësia dhe e burrave. Kështu arrim në përfundimin që këto elita shqiptare ishin edhe bamirësit kryesor, po ishin edhe themeluesit kryesor të jetës shkencore, kulturore dhe ata që u bën sebeb që të përgatiten, po themi, gjithë kjo plejada e hoxhallarëve dhe dietarëve. Unë jam dalë shumë shkurt. Shkodra është qyteti i vakëfeve, është qyteti i bushatlive. Ata kanë ndërtuar 2 medrese të rëndësishme që kanë qenë shumë cilësore, medreseja e Qafës apo medreseja e vjetër dhe ajo e Pazarit. Vlen përmendet fakti se bushatlit kanë qenë vetë njerëz të dhënë mas diturisë, mas artit. Ata kanë qenë poet, kanë qenë dhe shkrimtar dhe tregues për këtë janë edhe këto medrese, por edhe bibliotekat e tyre që janë shumë të pasura. Edhe ata nuk janë mjaftuar me hoxhallarët vendali apo të zonave, por gjithmonë kanë sjell dhe hoxhallar nga jashtë. Emra të tillë si Hafiz Abdullah Ahmet Arapi, Sheh Hasan Misrije, Sheh Muhammed Magribi, Mustafa Kerimlia e tjerë janë tregues që bushatlind me mundësitë që kanë patur kanë arritur të rekrutojnë, nëse mund ta shpreh kështu, dhe sjellin dietar të mëdhej që t'japin mësim në këto vende. Po ashtu Elbasani është qyteti i medreseve dhe i dietarëve dhe i ulemave. Edhe këtu po mundohem ta kaloj shpejt. Tirana, do të ndalem pak tek Tirana. Tirana është qyteti që po ashtu ka patur medrese në Qarshia, pazari i vjetër i Tiranës, një pjesë të madhe të dyqaneve kanë qenë dyqane të lëna vakëf pikërisht për medreset dhe për hoxhallarët. Ndërsa sot jemi me një fakt të dhimbshëm që s'është as Qarshia e vjetër e Tiranës, as medreseja e vjetër, pas dhe xhamia e madhe e Sulejman Pashës. U përmend edhe Berati që është qyteti i medreseve, qyteti që ka nxjerrë shumë dietar. Një nga medreset e veçanta është medreseja Aisha Hanëmit, e cila bashkë me bashortin e saj lë një shumë të madhe dhe themeloi një Darul Qurra. Në gjitha qytetet tona faktikisht, Shkup, Shkodër, Manastir, Prishtinë, Prizren, Gjakov, Berat, Divër, Gjirokastër, Janin, të gjitha janë qytetet që kanë patur medrese dhe që kanë prodhuar hoxhallar dhe kanë prodhuar dietar. Ajo që vlen përmendet për ta përmbyllur shpejt e shpejt është sepse këto vakëfe jo thjesht kanë themeluar medreset dhe kanë mbështetur hoxhallarët, por to kanë qenë garancia dhe siguria që në kohë krizash,
këta dietarë të vazhdojnë të ruajnë autoritetin e tyre, të ruajnë ndikimin e tyre, sepse në kohën e krizave kupton se sa ndikim kanë patur këto vakëfe. Në Shqipëri në vitin 1928 mendohej që ka patur 1107 xhami dhe 17 medrese. Pjesa më e madhe e tyre patjetër që mbështeteshin me të ardhurat e vakëfeve. Në fund, në trojet sa i përket Shqipërisë, do të përmend një element që mendohet që është goditur institucioni i vakëfeve në vitin 1826, ku është Ministria, po themi, e vakëfeve themelohet në Turqi, në Istanbul, dhe të gjitha vakëfet kalojnë në atë institucion. Aty mendohet që është goditur dhe ndikimi i hoxhallarëve, roli i hoxhallarëve, ndërsa sa i përket trojeve tona, sidomos Shqipërisë, ne kemi kaluar në disa stacione shumë të dhimbshme, të cilat gati e kanë gjuar deri në vdekje institucionin e vakëfeve dhe po ashtu ndikimin e tyre mbi hoxhallarët, mbi ulemat. Në radhë parë, reforma urbanistike e qyteteve shqiptare goditi parsisht çarshit dhe pazaret e vjetra, ku shumica e dyqaneve ishin vakëf për medreset. Pastaj vim tek reforma agrare që merr gjithë tokat, që një pjesë të tokave ishin lënë po ashtu vakëf për medreset. Pastaj kemi ligjin ndalimin e tregtisë së lirë në Shqipëri, që po ashtu nuk kishte më burimet financiare për këto medrese, dhe në fund pastaj kemi mbylljen me ligj të gjitha medreseve. Po e përmbyll fjalën time duke lexuar këtë pjesë. Vakëfi ka qenë dhe mbetet një institucion me ndikim të madh në ruajtjen dhe zhvillimin e fesë, në mbështetjen e diturisë dhe përkrahjen e dietarëve, në zhvillimin e jetës publike dhe sigurimin e nevojave njerëzore. Sa herë që institucionet arsimore fetare, nxënësit që kanë studiuar në për ato institucione, kuadrot e modernistëve dhe dietarët e fesë janë mbështetur denjësisht nga vakëfet, është provuar se arsimi i ofruar ka qenë shumë cilësor, modernistët janë përkushtuar edhe më shumë në profesionin e tyre, nxënësit kanë qenë më të zellshëm dhe mbi të gjitha hoxhallarët dhe dietarët e dalë nga këto institucione kanë ditur të ruajnë autoritetin e tyre dhe kanë gjetur forcën që të mos ndikohen nga joshjet apo presionet e kohës. Është detyrë prioritare që të gjithë së bashku, institucione fetare, hoxhallar, pasanik vakaflënës dhe xhamati thjesht të ngrem vetdijen e përgjithshme dhe të ringjallim edhe një herë vakëfe të tilla, të cilat do të përkundin pa ndalim djepat që do të rrisin dietar të dynjas dhe ahiretit dhe do të bëhen shkak që të mbajnë të pastra qallmat e këtyre dietarëve. Faleminderit.